Ne jemi goca, vështën si bomba, shënim kredilën. O zot, sa e bukur jam bës sot, nuk e Ti gjej e bukur je domethënë. çdo ditë më jeta O ime. zemër, po unë shkëlqej jam si ai diamanti aty se Më shumë se si diamanti e fix tipik Luano, Ema që pra. vdes për komplimente dhe validim. O zemra, unë vdes të më komplimentojnë, dua të më komplimentoni për ditë, më thoni sa e Unë ja bukur kam je. mësuar Emës dhe Ema po t'jetë me neve ose me gjithë të shuaj qerpiku këtu që ka shumë i bukur. Kote, kupton? Fiksomi që Unë jam shumë e sigurt, unë jam shumë e sigurt që Ema çdo mëngjes më duket se na ka thënë vetë çohet, ikën të pasqyra dhe ka afirmime për veten dhe jetën e saj. Po ka ditë të tilla, por ka edhe nga ato ditë që i gjuaj pasqyrës, po ka ditë bukura për shumë. Luane. Po, është shumë, ka shumë disi Edhe vërtet. pak dhe jemi tek mua Luanit. Jemi te happy birthday to you. Po, hym në gusht, Katër gushtin të ftuar, po ju ftojmë të ditëja Emës. Ne i mbyllëm në të treja. Po pra Iko, Ti varja. je pesh. Kesiana është dem dhe ti je dem. Dem dhe ti? Dem. U ti je dem prilli. Po, ti je një dem prilli dhe Kesiana një dem maj. Por demi prillit me të maj ndryshojnë shumë. A mendon? A mund të Pse ndryshojnë? Ua, janë shumë të bukur Klea me Kesiana, se Kesiana shumë A mund të tregoj një histori Megli për shembull? Po shef. Mi po dëgjoj ca zëra këti nga mbrapa perës. Është tipike e demit, gjë zëra. Je mirë? Po që nga Halloweeni që gjumë zëra je dhe me edhe nga kështu trëmbët, tani. e kam kështu me Okej, Megli për shembull që rrimë ne për herë. Më ka thënë që ti dhe Klea nuk keni pikën e lidhjes. Klea, S'kemi. po ta lësh këtu, e gjen prap këtu. Kurse ti më ka thënë e gjen anën, lëviz e bën. Për shembull, kam qenë një rrugëve me Megli dhe kisha hartën hapur, ndërkohë flisja edhe në telefon. Nga aty kisha vendosur dhe muzikë dhe më tha I need you in my life. Klea nuk do ta bënte kur. life. Klea nuk do ta bënte Zemër, kur. unë ulem përpara kur neve bëjmë road tripe dhe marr mapsin në dorë. Po që unë t'jem sakt me mapsin, unë duhet të bëj vetëm mapsin. I cannot multitask. I thoshë kur nuk ikëm është në Shëngjin të lutem bëj një video pak trafikut. Jam duke marrë mapsin, po vendos dhe muzikë, nuk e bëj të Po, a është tipike, e se e di që demat janë në pslin. Pa, është tipike demit që janë gjumash? Po, se edhe ti e ke, po ti e ke dy gjumashe. Këto janë mashtrime. Domethënë, A keni prova? Jo, për shembull Kesiana ka shumë Keni rëndësishme në prova. mëngjes, mos ta çosh në gjumë. Klea ka të rëndësishme ta lësh në gjumë ditën. A keni prova për këto akuza? kemi E një me të gjithë nderuar. prova. Një keni prova për këto akuza. Një dem maj për shembull, edhe me 2 orë gjumë të jetë, është shumë kështu, domethënë. çfarë? S'po pas ke një orë fare mua. Jo, edhe si Prilli të jo dhe me 2 orë gjumë. Ju kujtoj Lia? Jo, them, e kam Edhe me kuptimin 2 që orë edhe po ti je me 2 orë gjumë, ti çosh, më ke energji, kryen punën që bën dhe pastaj fikesh. Jo, absolutisht, unë jam me nervat më të tmerrshme. Mirë, përveç nerva, po ti shkon e bën punën, Po ndërsa normal, Klea, po bëj se. Klea është Klea është e bën edhe Klea, po është dem prilli. Keni po që kujdes. po. Dhe demi prillit është më shumë i qefit, ndoshta i majit është më shumë i Shenjat e punës. horoskopit, ndoshta nuk e kuptuat, po flasim për shenjat e horoskopit. Po. Shenjat e horoskopit ndryshojnë edhe me muaj, se normal që ka pak nga një muaj dhe pak nga tjetri, po edhe kur janë femër ose mashkull. Pa. Për shembull, Për shembull, ta them Për të do shembull. harroj. Për shembull, për meshkujt peshq thonë që janë shumë të këqinj. Oh? Pa. Unë nuk kam njohur, jo, Jo, kam kam njohur, po nuk mund të them që janë të këqinj. janë shumë toksik. Janë manipulus. po Janë nuk manipulus, ndryshon nga toksik. femra dhe mashkulli. Dhe femra dhe meshkujt peshq janë të dy manipulus. Ama manipulusit- Ti e di mirë. Manipulimin ja Ti që kemi po lënë. ha dhe nuk do të flasësh. Ma ka thënë në çdo episod kjo femër, në çdo episod. Sa të Shikoj që je pak manipuluese je, po nuk je manipuluese e keqe. Jo s'ku në kuptimin e mirë. Jo, atë sa them më kurr. Kemi rënë pak atë. Po Kristian ç'do thoje ti? Po flisin veç pa han. Po, më po thoja që binjakët në shenjën e horoskopit janë shumë manipulus. Janë bipolar, të tmerrshëm. Binjakët janë, shikoj, nëse doni të torturoni veten tuaj, merruni me një binjak. Pikërisht. Ata Ata se unë nuk kam njohur kur binjak me thënë. Sepse, drejtën. domethënë, binjakët femra janë ndryshe nga binjakët meshkuj. Binjakët femra janë të zgjuara, binjakët meshkuj janë të trashë. Po më kanë përgjyri që s'flasun binjak është Janë- ajo, zoti i madh. Kanë realisht jo dy personalitete, kanë 27 miliard personalitete Ndrojnë të mendjen. ndryshme. Klea je bazuar në eksperiencë personale që thua që binjakët meshkuj janë të trash. Jo, kam eksperiencë personale me për shembull një grup njerëzish binjak që unë nuk Eksperiment njoh. social. Po, jo se thjesht i njoh dhe për këtë mendim kam për ata. Mund të jenë shumë të mirë si rob, si shok, Po?
Po mendoj që në një marrëdhënie vjen keq për dashurat e atyre. Realisht edhe unë kur kam hasur binjak në jetë, jam munduar të mbajt sa marrëdhënie neutrale, po jo të jem afër, se për shembull kam një kushërir, e kam pasur shumë të afërt, jam rritur bashk, dhe nuk flasim dhe nuk kam ndërmend të flas më kurrë, e kupton? Po gjithsesi është binjak, këtu do ta dilja. Prapë goca dhe dhe- çunat janë pak më Dhe ndryshe. të gjithë, domethënë edhe kur më kanë treguar histori të tjera, dhe të gjithë janë njësoj, të duken të mirët e botës në fillim, po janë skuta të tmerrshme. Janë. Di çfarë më bën përshtypje kur flasin për horoskopin, që thuan vetëm gjëra negative, për femra, për meshkuj, për çdo lloj shenje dhe ora më lind pyetja, po kush është shenja perfekte për të pasur Demir. partner? Demi. Është besnik. Jo, jo, meshkuj dem janë tmerr. Meshkuj Alvin dem bashk? janë tmerr. Jo, unë mendoj që është Luani. Gjithmonë jeta ime. Mashkulli Luan. No! Uaj, ma që një mashkull Luan që i pëlqen vetja. Një kush mashkull është? Luan nuk i mbyllet goja duke folur për Me, vete. po Ti unë nuk di je që jam aty, ti besnik. vetëm Mashkull frymon. binjak, Po, mirë, nuk mashkull është dem, besnikëria është mashkull gjë. Po e di akrep. sa do pëlqente New York. Jo, Po jo ujorët janë Vazhdojmë tek shumë përgjigja që thash, asnjë. E di se ujorët Jo, prit se ka unë një përgjigje. Ujorët, ti nuk e Sa po di të marr? kur se çapo më E di. do një ujor në kokën e ti. E di, por ka një pjesë të mirë Prandaj janë që janë pak të ata, nuk pjekur ka shumë sasi emocionalisht. ujore, keni Ka vënë? një gjë që, do të thënë, stepen, nuk është se janë kështu të përfshirë emocionalisht, dhe kjo të pëlqen. Top 3. Shenjat perfekte për të pasur për të dashur. Virgjëresh, Jo. 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 Me. peshore, peshore, Peshore nuk e di. Peshore më ka Peshore, thënë që është okay. bricjap. Bricjap. As bricjap. Bricjap. Bricapët janë shumë të ftohtë. Bricjapët janë i Nuk dashuri përcjellin asnjë perfekt. lloj energjie, asnjë lloj Bricjapët, emocioni. peshore, virgjëresh janë i dashuri perfekt, që e kanë mendjen te ty, nuk merren shumë me rovë vërdall, kanë atë Terezin e vet. Mendoj që Kanë- virgjëresha të lodhin janë shumë overthinking. O, virgjëresha nuk janë për detajist. veten e tyre, jo të jem për ty. Virgjëresha Nuk janë për veten e tyre, virgjëreshat 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 janë Mersh. shenjë që s'knaqen Më kurrë shenjë. me veten e tyre, imagjino me të tjerë. Okej, kalojmë te akrepi pra. Akrepi. Tim Scorpia, love akrepi. Edhe unë mendoj që akrepi është një opsion i mirë. Okej, unë do unë do gjej akrep. Okej, Ju keni nevojë për terapi. Akrepi është shenja më e keqe e horoskopit. With all due mendon që respect. është më e keqja. Po sepse janë shumë toksik. Si janë fare toksik. Jo. Toksiteti pastaj është me njeriu, klja me karakter. Jo, binjak, akrep Jo, po janë binjakët kanë sjellje të keqe. Binjakët çfarë thon tani nuk ta thon pastaj. edhe akrepët janë arrogant. Jo, Si më akrepët. jo. Jo, moja akrepët që njoh fund dhe kam njohur. Në fakt, po që- Femra e dashuri perfekt për ju do ishte Akrepit- ose peshore ose bricjap. Akrepit i ka dalë ky nami që janë shenjat marse, por me akrepit që unë kam njohur, kam kuptuar që akrepi e ka thjesht sa të ta nxjerrë natin dhe pastaj të lë, nuk merret më me ty. Ja, që Shenjat të injoron. marse janë gathorja, janë peshqit, po, gathorja. që nuk naqen se të ta nxjerrëria të karmën. Kupton kurse thjesht aq e ka akrepi, nuk merret më pastaj të lë. Po shigjetari. Shqiptarja është shumë aventurier, Po, bra. love shigjetare. Pse do doje partnera? Jo, thjesht që nuk jo aventurier në atë sens, në atë sens nuk do ishte me mua fare. Thjesht i pëlqen adrenalina, Po, pra. televizi gjithkohës, nuk i pëlqen rutina. Janë si shpirti i lirë. Po, edhe në fakt edhe femra shigjetar, se unë në ascendent jam shigjetar, dhe jam Prapte Ema, Ema është Luan, po në ascendent e ka i shigjetar. Po e kam një shigjetar dhe jam shumë kështu, nuk më pëlqen rutina, monotonia, dua të Edhe peshqit që jam unë mërziten shumë nga kjo. Pa. Po unë mendoj që e kam kuptuar edhe me veten që peshqit janë e mira të tjerëve, po e keqja e vetes. Domethënë janë shumë kështu kanë atë jetën e tyre që ndërrojnë çdo ditë ato fake skenario, çdo natë. A bën ti fake skenario? Patjetër. Po vetëm po fliste. Edhe unë Edhe po që janë kështu ndrimtar, që nuk e gjejnë kur, ndonjëherë nuk dinë çfarë duan, nuk e gjejnë kur atë gjën e tyre. Pak si shenjë koti mendoj. Po dashi. Nuk njoh. Dashi më ka thënë që është shumë kokfort. I Demi. prer, po edhe Demi shumë kokfort. I prer. dash A ju jeni dhe shumë të ndjeshëm peshqit. emocional. Tani si mendoj mendoj që që- janë të ndjeshëm. Edhe gathor. Dashi, Gaforja qan gjithkohës. gaforjet e kam shumë qef, janë shumë cute. Po unë mendoj që për shembull nuk japim dot një përgjigje për se si do ishte shenja perfekte për të pasur për partner, nga që neve jemi shenja të ndryshme dhe neve i kemi marrëdhënie të ndryshe me shenja të ndryshme. Dhe për shembull unë në jetë nuk kam takuar kurrë një mashkull apo femër akrep. Nuk kam asnjë shoqe që është akrep, nuk e di fare se si sillen goca apo akrep si do nuk ishte kam në ide. marrëdhënie me Unë mua. peshore, Prandaj unë them që po. Po, unë meshkuj, po, peshor. Asun peshore asnjëherë. Dhe mendoj që është thjesht
pati në mënyrën e vet, duke mos na përplasur neve me shenja të saktuara që ndoshta nuk do shkojnë. Po ne jemi në fakt jemi shumë kurioze të dimë djegësit tona çfarë shenje janë. Kështu na shkruani në komente. Shenjën edhe ashendentin pa ashtu. Ne mund të ikim nga Goci, po e sigurt që